Durrësi, qyteti më I lashtë I vendit tonë. Një histori prej 26 shekujsh ruan ky truall në gjirin e tij. Shpesh zbulojnë këtu thërmia nga koha e kaluar, sobzat e jetës së pasur dhe të larmishme të këtij qyteti gjithmonë të rëndësishëm të Adriatikut. Sipas një gojdane të vjetër, qyteti e ka zanafillën nga një qendër e lashtë banimi. Një mbret I lirë me emrin Evidan themeloi qytetin. Pas vdekjes I nipi shtoi skelën dhe e quajti me emrin e vet Dyrah. Në shekujt 7-6 para erës së re, në brigjet e lirisë vendosen grupe popullsisht helene. Historia vazhdon të flasë. Në vitin 627 para erës së re, banorë të Kerkyrës dhe Korintit u vendosën në Dyrah, u sollën me vete kulturën dhe organizimin e tyre qytetar. Muzeu I Durrësit. Një arkiv I vërtet dhe shumë I pasur vlerësh arkeologjike. Për madhështinë e këtij qyteti flasin në gjuhën e tyre specifike eksponatet e tij. Me këto vegla primitive banorët më të hershëm të Dyrahut luftonin për të siguruar mjetet e jetesës. Zotër të këtij vendi u bën më vonë lirët. Dëshmitar janë këto objekte. Prodhimet e para të zejtarisë së qytetit. Bitosa. Qindra kilogram dritë zini këto ambare kolos prej balte të pjekur. Reliefe dhe terakota arkaike. Një art që sapo bën hapat e para në rrugën e pjekurisë së tij. Në skelën e Dyrahut, për çdo ditë zbarkonin anije mallra të markës korintike. En atike apo të ndonjë qendre tjetër të madhe të mesdheut. Më vonë, Dyrahu zgjeron marrëdhëniet e tij tregtare edhe me brigjet e përtejme të Adriatikut. Këto vazot stolisura me skena episodesh mitologjike janë prodhimet punishteve artistike të Apuljes. Penë të stilit Apul fillojnë të prodhohen edhe në Dyrah. Shumë të preferuara ishin në këtë kohë edhe vazot e tipit megar me dekoracionet larmishme plastike të sipërfaqes. Kjo masë e madhe emësh dhe mbi të gjitha këto kallëpe dëshmojnë për karakterin e prodhimit masiv lokal të tyre. Një artikull I rëndësishëm konsumi ishte vera. Vendasit preferonin verën e famshme të Rodit, e cila amballazhohej në këto amfore. Ndodhte nganjëherë që këto artikuj të gëlltiteshin nga dallgët e egra të detit. Pas mira vjetësh, po këto dallgë nxirrin në breg gjuhët e heshtura të një bote të lashtë. Në shekullin e 5 para erës së re, Durau hedh për të parën herë në tregun e brendshëm dhe në Interlandin I Lir, monedhën e vet prej argjendi. Mozaik, vepër e rrallë e artit figurativ monumental. Sa hir është derdhur në këtë fytyrë bashkëzore. Skulptorët e Dyrahut, me mjeshtri të rrallë dhe me dashuri prej artisti, I jepnin forma dhe jetë gurit dhe metalit. Me daltën e tyre magjike, ata gdhendin figurat pavdekshme. Në portretet prej mermeri spikasin heronjtë e mitologjisë apo hyjnit që besoheshin në vend. Në këto reliefe varesh, skulptori ka përjetësuar imazhin e të vdekurit dhe të ndonjë pjesëtarit familjes tij. Sa brenga të thellë shprehin këto fytyra të përmorshme. Në Dyrah, përveç skulpturës, preferoi shumë puna fine e statuive prej baltit pjekura, terakota. Ato shpesh paraqesin figura perëndish dhe skena të jetës reale. Veshje ilire.
hidrofore, gra me shtëmba që mbajnë ujë në kokë, aspektet trashëguara deri në ditët e sotme. Frizura të ndryshme flokësh në modën e asaj kohe. Varrezat e qytetit, shtyllëzat dhe rasat e varreve në të cilat paraqiten emra të vdekurish i lirë. Epikados. Tapa, një mas e tërë popullsia i lire u vendos në qytet pas pushtimit të Dyrahut nga Monuni, bret i Taulandëve. Këto objekte të çmuara të gjetura në një varr i jeshonin trupin e një gruaje të pasur i lire, ndërsa në një varr tjetër gjejmë prangat e skleverëve, puna e të cilëve krijonte luksin dhe shkëlqimin e shtresave të pasura sklavo pronare. Ilirët e Dyrahut ruajtën elementet tradicional të kulturës autoktone. Gjilpëra, fibula, element tipike ilire. Me pjesëmarrjen e tyre në prodhim lokal, ata futën shijet e veta. Në Dyrah ekzistonin punishte qeramike, pronarët e të cilave ishin ilirët. Këtë e vërteton bula me emrin Bojkenos. Monedha me emrin Ilir Bato, një dëshmi e gjallë e rolit të ilirëve në postet drejtuese të Dyrahut. Betejë e gjata dhe të ashpra ju desh në Romës për të vendosur pushtetin e vet në brigjet lindore të Adriatikut. Ajo dërgoi ushtrit pamas për të shtypur rezistencën e popullsisë vendase. Roma derdhi ar, ndërtoi rruga strategjike dhe ura të shumta, midis të cilave vjen Egnatia. Këto ura mesjetare ruajnë në themelit e tyre gjurmat e ndërtimeve romake. Dyrahu i lashtë zbulohet nën themelet e Durrësit të ri. Nën pallatin e kulturës gjenden rënojat e banjove publike, të ndërtuara në shekujt e parë të erës së re. Hipokausti, ose banja me sistem ngros avulli. Avulli që vinte nga furat veçanta, qarkullonte në dyshemen e shtruar me rasa mermeri duke krijuar kështu një ambient të ngrohtë. Frigidariumi, dhoma e banjos me ujë të ftohtë për kalitjen fizike të të rinjve. Nëpërmjet këtij kanali, ujërat e termave shkarkoheshin në kanalin kryesor të qytetit. Dyrahu furnizohej me ujë të pishëm nga erzeni i sotëm. Tubat prej plumit të ujësjellësit mbajnë bulën e qytetit. Krahas banesave të pasura dhe godinave shoqërore, rreth shekullit të dytë u ndërtua një kolos arkitektonik, amfiteatri. Ai krahasoi me më të mëdhenjtë e asaj kohe dhe kishte një kapacitet prej 25.000 spektatorësh. Galeritë e gjera si labirinte i nxirrnin spektatorët në shkallarët e amfiteatrit dhe shërbenin si vend pushimi në kohën e antrakteve. Galeritë e kateve të poshtme të shpinin në dhomat e gladiatorëve dhe të kafshëve. Kjo aren skuqej dhe pinte pa kursim gjak. Edhe pse gërmadh ky kolosej Dyrahut, ruan gjithnjë madhështinë antike, fuqinë, shkëlqimin e tij të dikurshëm. Nën themelet e pallatit sportit është zbuluar dyshemeja një godine të pasur. Dhomat e saj janë të shtruara me qylyma shumë gjyshe mozaiku. Godina të tilla kishte shumë në Dyrahun e lashtë. Ato edhe sot tremisin nën themelet e qytetit të ri. Në të ardhmen shumë prej tyre do të zgjohen e do të flasin për madhështinë e tyre të dikurshme. Oboret dhe ambientet e banesave zbukuroshin me skulptura të mermerta dhe të bronzta. Këdhëndjet në gur na njohin me portrete qytetarësh të shquar dhe figura hyjnysh.
Zeusi, vepër e papërfunduar. Erosi me delfin. Sipas mitologjisë, është i biri afërditës i cili me heshtat e tij flakëruese ndezi dashurinë në zemrat e njerëzve. Varre të tilla prej kurit të gdhendura me shije shërbenin si banesa të përjetshme për shtresat e pasura të qytetit. Kur vari. Në të është gdhendur Lepidia, një sklave e liruar me veshje ilire. Shpesh trupi i të vdekurve vigjej dhe hiri putej në këto enë të bukura prej qelqi. Dyrahu kishte një territor të gjerë fshatar për rreth. Këtu banonin buqër dhe zejtar. Këtë dëshmi e japin veglat bujësore dhe zejtare të zbuluara në periferinë e qytetit. Rreth shekullit 5 të erës së re, perandori Anastas me origjinë nga Dyrahu ndërtoi muret rrethuese të qytetit, të cilat ruhen edhe sot. Këto monogramet stamposura mbi tulla vërtetojnë prodhimin e tyre në punishtet pronë të perandorit. Në shekullin e 9 të erës së re, në amfiteatrin e braktisur banor të qytetit ndërtuan një kishë të vogël bizantine. Muret e saj janë veshur me mozaik. Kaluan shekuj. Të tjerë pushtonjës. Turqit u treguan të pamshirshëm ndaj kulturës së lashtë. Dyrahu nga një qytet madhështor shndrohet në një lokalitet prej 5.000 banorësh. Këtu mbaron historia e Dyrahut të lashtë. Në vragat e thella që lanë rreth peshët e kohës, ky truall ruajti reliket e shkëlqimit të tij të dikurshëm, ruajti dëshminë e një qytetërimi dhe kulture të modshme.